Sot gjykata e Shkodrës caktoi masën e sigurisë arrest në burg edhe për Erzen ose Hamza Ukën dhe për Julian Cumrakun, por vetëm për akuzën e armbajtjes pa leje, ndërkohë që për akuzat e tjera të nxitjes së urrëties fetare apo nxitjes së urrëties ndërritmike, vepra penale me qëllime terroriste, ende nuk është ngritur akuzë nga prokuroria, por janë duke u huetuar. Çfarë e bën shqetësuese këtë çështje është pikërisht fakti që në banesën që ata kishin zgjedhur për të strehuar ose u ngujuan dhe normalisht bën rezistencë për 12 orë forcave Renea, u gjet një flamur i organizatës terroriste ISIS. Dhe shqetësimi im si gazetare, por edhe si qytetare, është që elementë të tillë të radikalizuar është tmerrsisht e vështirë të kontrollohen nga autoritetet shqiptare, sepse ne nuk kemi struktura aq të specializuara për të mbajtur në vëzhgim dhjetra qytetarë shqiptarë të cilët kanë udhëtuar në drejtim të Sirisë dhe janë kthyer pa u zbuluar që shkonin atje për xhihad luftarak, dhe ka të tjerë të cilët kanë ndruar jetë atje, dhe ka të tjerë të cilët ose më saktë kemi fëmijë dhe gra që kanë ardhur, janë rikthyer nga kampi Famkeq Al-Hol dhe nuk ka, pavarësisht përpjekjeve, është e pamundur nga autoritetet shqiptare për të bërë deradikalizimin e tyre. Unë kam hasur këtë zotërin, ne biseduam, është njohur me disa emra, biseduam dhe në emisionin e kaluar, kur u arrestua për herë të parë nga prokuroria për krime të rënda, sepse stërviste fëmijët e tij të kryenin luftime tamam si ato të luftëtarëve të ISIS. Dhe në atë kohë Erzen Nuka nuk i binte gjykatës, pra nuk e njihte autoritetin e gjykatës dhe refuzonte të ngrihej në këmbë siç e parashikon solemniteti dhe ligji, refuzonte të përgjigjej gjyqtarit, refuzonte të ta shikonte drejt në sy, ai thoshte unë kam të drejtën t'i edukoj si të dua fëmijët e mi, gjë që në fakt nuk mund t'i detyronte fëmijët e mitur të merrnin armë në dorë apo të përgatiteshin për luftime. Çfarë duhet të na sqarojë prokuroria dhe policia është pikërisht kjo. Përse u gjendën në fshatin Orosh në Fusharrës, sepse kanë shkuar atje për shkak se ka një celul, kanë shkuar atje sepse kanë rekrutuar të rinje të reja, po pra cili ishte aktiviteti i tyre në këtë zonë. Dhe për të parë të gjitha lëvizjet, sepse unë ju thash, ishim bashkë me Ferdinandin të hënën, që po të shikojë rrjetin e tij social, që është edhe sot i hapur, ka shpërndar materiale problematike, të cilat janë lehtësisht të aksesueshme edhe nga fëmijët, dhe këtu shteti duhet të ndërhyjë për t'i bllokuar. Pra institucionet duhet të ndërhyjnë për t'i bllokuar këto faqe. Pra mjafton të shikosh, të hedhësh një sy në rrjetin e tij social në Facebook për të kuptuar që realisht është një element i radikalizuar dhe do duhet të hetohet në të gjithë veprimtarinë e tij. Kush janë kontaktet, me kë komunikon, në çfarë platforme komunikon, sa ata nuk komunikojnë vetëm Facebook, kanë platforma të dedikuara për të komunikuar me njëri tjetrin në element të tillë. Cilën xhami frekuenton, a predikon në atë xhami, nëse e mbani mend, në xhamin e Unazës së Re, u zbuluar në atë kohë grupi i imamëve, të cilët rekrutonin qytetarë shqiptar, përfshirë dhe fëmijë, dhe vajza të mitura dhe djemë të mitur, dhe i dërgonin për xhihad luftarak në Siri. Dhe nëse e mbani mend, mes tyre u morën dhe vlla e motor, vdiq babai i tyre, dhe është kthyer vetëm djali, vajza vijon të mbetet atje, që tashmë është në moshë madhore, por ka qenë shumë e mitur kur ka shkuar në Siri, në momentin që u zbulua gjithë skandali dhe që kishte ndodhur në hundën e autoriteteve dhe antiterrori nuk ishte askund. Pra këto janë mendoj rrugët ose hetimet që do duhet kryer prokuroria në rastin konkret. Sa i përket plagosjes, shtëpia ku ata ishin ngujuar ishte një mjerim i tmerrshëm, flitej për një tunel që është duke u parë nëse ka qenë një tunel për t'u larguar nga pas, pra ishte një shtëpi pa drita, në gjendje të mjerueshme, dhe mendoj që janë strehuar aty për faktin se nuk kanë patur për shkak se është zona shumë e thellë. Madje unë ju thash që ishte pamundur të komunikoje edhe në celular, sepse nuk ishte dhe valë. Mendoj që kur janë ndjekur nga policia kanë hyrë në atë banesë për të ngujuar dhe për të kundërshtuar. Në lidhje me plagosin e tij lehtë në këmbë, mbetet për të pritur akti i ekspertimit për të parë nëse janë armët që kanë përdorur Erzen Nuka dhe Julian Cumraku, apo janë armët e forcave Renea. Por Renea ka pretenduar, të paktën policia në njoftimi zyrtar, që në momentin kur do të vetëdorëzohej, kanë qelluar ata nga brenda dhe mund të jenë plagosur për shkak të kësaj. Megjithatë, këtë do ta përcaktoj akti i ekspertimit. Edhe sot në gjykat ka bërë thirrje për sulme terroriste, ta mbaroj me dy fjali. Dhe e bukura edhe e keqja është që këto ligji parashikon 4 deri në 10 vjet për nxitje të terrorizmit. Dhe
në 2019 nuk kap, u lirua, pra jemi në këto, pra i mund të dhe avokati thot s'ka bërë gjë, atë armët i kishte ky tjetri. Qartë. Pra, policia thot që nuk kemi qelluar asnjë shtënd vetme, nuk kemi qelluar, pra e tjera. Pra, ajo që është probleme është pse kemi të përsëritur këtë punë, pretendohet që atje ka shkuar për të stërvitur, se ka pyje e tjera, për të bërë fiks ato gjëra ku lartë syve të njerëzve, dhe të stërvizë dhe këtë tjetrin, dhe kjo më bën përshtypje nxitja e terrorizmit 4 deri në 10 vjet që është më mas shumë e ullët, ndërkohë që këta janë recidivistë. Diçka kishe Denisi? Po kam diçka, sepse edhe në këtë rast nga Klodi mora shkas, që komunitetet fetare, po në veçanësi bashkia muslimanëve, duhet të marrë qëndrime të her pas hershme e para për të distancuar nga këta personazhe dhe e dyta për të bërë thirrje të shpeshta dhe një lloj edukimi për të patur një shëndet në komunitetin fetar, sepse vere që ka një radikalizim shoqëror, se ne shohim vetëm Tiranën, po në qytetat vogla ose në fshatrat thella, ku ka më pak informacion dhe më pak, si më thënë, dritë, radikalizmi hyn me njëherë. Pa t'jesh me madhë. Vere që ne jemi fokusuar vetëm të kjo paqja që na sjell xhamia, kisha ortodokse dhe kisha katolike shumë pra njëra tjetrës, edhe pse ezani bërtet gjithë ditën e gjithë natën, po nuk është i mjaftueshëm vetëm ezani që zgjon njerëzit mëngjes drejt darkë, po është çështja që feja duhet shkojë tek njerëzit për t'i paqtuar dhe për t'i ulur nga radikalizmi. Pra ky është një mesazh që mendoj unë duhet thënë, jo nga unë, ose jo nga ne, po edhe nga ne, po kryesisht nga ata që mbulojnë çështjet e fesë dhe çështjet e islamit në Shqipëri. Pra, Bashkësia Islame duhet merret më shumë me këto mesazhe që të tërheqi të rinj, sepse vere që ka një tendencë të moshave të reja, që të përqafojnë islamin dhe shumë mirë bëjnë, qofse gjejnë aty paqen shpirtërore, gjithë tjerat iniciativën e kurajon për të vazhduar përpara për të qenë njerëz suksesshëm. Kjo s'do të thotë gjë që të shkojnë shumë në ekstreme, në radikalizim, sepse jemi përballë një digitalizimi ku, siç tha edhe pak më përpara, gjithçka mund të shikohet në kohë reale, thirrje për antarësime e tjera që s'duhet t'i bëj tani. Thirrja është shumë e drejtë, po problemi është që komuniteti musliman shqiptar, një numër të madh të xhamive nuk i kanë në kontrollin e vet. Prandaj këtu hyn roli i shtetit. Nuk ka, pra janë zoti Rakipi, xhamia në Unazën e Re nuk ka qenë në kontrollin e komunitetit musliman shqiptar dhe rekrutoheshin fëmijë aty. Dhe vazhdon të ndodhe njëjta gjë, ke xhami në Pogradec, ke xhami në zonën e Dibrës, ke xhami në zonën e Kavajës, tek të cilat kam shkuar unë personalisht për ta parë situatën nga afër. Sidomos pas atyre që ndodhen pra pas rekrutimit të qytetarëve shqiptar që u dërguan për gjihad luftarak në Siri. Dhe sot që flasim, komuniteti musliman e pranon haptazi që nuk ka kontroll mbi këto xhami dhe thirrja shumë e drejtë, po spari duhet ketë kontroll mbi xhamit, mbi bazën e gjitha rregullave se si duhet gjetë mënyra që të futen. Duhet gjetur patjetër. Sepse ne nuk e dimë se çfarë predikohet brenda atyre xhamive. Ti ikim këtij momenti këtu sepse jo, ka të zëra të ndryshme, por si Ezexhim shkruante që manipulura i ka qenë djalë shumë i mirë dhe lidhte avokatin që ne kemi shpesh në studio, që ai e ka dënuar të gjithë. Bilet e Kujtim Gjuzi më shkruan që 2 terroristët në thonjë se ato janë të fandaksur për doruz droge, arsenali armëve stisur thotë shloj politike dhe janë futur armën dhe gjitha gjërat aty për të krijuar një. Lutem me këto teoritë konspirative. Po jo, më ka mendime të ndryshme. Në vazhdon asaj çfarë thotë Denisi, më lejo vetëm ta lexoj këtë mesazh. Lezoje. Thotë të lutem, duke qenë se jam psikologe dhe udhtoj në përrethë për shkak të çështjeve që marr. Në përrethë të vogla, xhamit janë kthyer si shkolla, sepse ata shkojnë pas shkollës aty dhe kalojnë pas dite, duke qenë se prindrit i kanë në punra, kryesisht dhe marrin mësime islame, që nuk ka asnjë gjë të keqe. Problemi është që duhet kontrollohet çfarë ndodh aty brenda. Çfarë ndodh? Po jo, kjo është problem shumë i madh. Jo, do ta marrim. Ne do ta marrim të si temë.